Kreu i BDI-s Ali Ahmeti kritikoi deklaratën e kreut të vetëvendosjes Albin Kurti për ligjin e përdorimit të gjuhëve në Maqedoninë e Veriut. Ai tha se me këtë deklaratë Kurti u bëri zemrën mal anti-shqiptarëve më të mëdhenj, duke harruar sakrificën e atyre që dhanë jetën për barazinë gjuhësore. Ahmeti tha se nuk e di nëse Kurti vepron nga azilia apo strategjia për miq të rinj, duke përmendur lidhjen e tij me Kristian Mickoskin. Ai shtoi se shumë anëtarë të vetëvendosjes nuk pajtohen me shëndrimet e Kurtit dhe se deklaratat e tij për ligjin e gjuhëve kanë zemëruar shqiptarët e Maqedonisë. Sipas Ahmetit, duke vënë në dyshim zyrtarizimin e gjuhës shqipe, Kurti bëri zemrën mal anti-shqiptarëve dhe harroi sakrificën e njerëzve, si Afrim Kalanica, që u vra për këtë gjuhë. Por, s'jam hidhëruar që ai mori pjesë në 2 fushata këtu me gjithë partinë e tij, edhe pse besoj që e gjithë partia e tij nuk pajtohet me shëndrimin e Albin Kurtit, sepse e njoh një pjesë të vetëvendosjes. Kam shok në vetëvendosje dhe ata nuk pajtohen me Albin Kurtin, me angazhimet e Albin Kurtit. Lërim no që Albin Kurti ka hidhëruar, irrituar e zemëruar shqiptarët e Maqedonisë me deklaratën e tij që u bëri zemrën mal anti-shqiptarëve më të mëdhenj, dhe nuk e di si e harroi Albin Kurti lotët e nënës së Afrim Kalanicës mbi varrin e djalit në Slupçan. Afrim Kalanica, djali i ri, është vrarë për këtë gjuhë që e flasin bashkë luftëtarët e tij, që e flasin bashkë kombasit e tij në Maqedoni, dhe Albini del e thot se gjuha shqipe kur s'ka qenë zyrtare dhe është kompetencë e gjykatës kushtetuese të vendosë mbi ligjin e përdorimit të gjuhëve, tha ndër të tjera Ahmeti.